Nëse ishte pika më e fortë e vllaznisë deri në këto momente të sezonit, në javët e fundit sulmi i kuqebluve ka qenë i thatë. Skuadra e drejtuar nga Brdarić ka shënuar 49 gola pas 33 javëve të superiores. Duke qenë në këtë statistikë së bashku me Dinamon si ekipet që kanë gjetur rrjetën më së shumti këtë edicion. Por në periudhën e fundit, ku golat janë ata që kanë më shumë rëndësi sepse garantojnë suksesin në duele vendimtare, rrjetat e futbollistëve shkodran kanë munguar. 9 herë kampionët e vendit nuk gjejnë golin prej 270 minutash tashmë, në 3 ndeshje radhazi mes kampionatit dhe kupës. Ku në këto ndeshje, kuqeblut kanë barazuar 0-0 me Teutën në shtëpi për kampionat, po ashtu 0-0 ndaj Dinamos në Shkodër për kupën dhe së fundmi një humbje 1-0 në Ballsh me Bylis në kuadër të javës së 33 të kampionatit. Një moment jo për sulmin dhe skuadrën kuqeblu që duhet të gjejë reagimin që nga ndeshja e radhës me Dinamon. Po ashtu edhe shifrat e sulmuesve flasin për këtë ngecje të kuqebluve. Kjo pasi nga futbollistët e sulmit, vetëm Gruda ka arritur të shënojë 2 herë në 7 javët e fundit. E ndërsa emra si Balaj, Mensa, Çoba, Dodaj dhe Delaj kanë minimalisht mbi 7 ndeshje pa gjetur golin në kampionat. Ecuri që kanë ndikuar negativisht edhe tek 9 herë kampionët e vendit dhe rezultatet e fundit.